Një format, ky është formati i aprovuar nga KQZ. Tim të lirë, po. Të të njoftoj, mund të telefonor në çfarë do lloj momenti për të pyetur nëse ju keni qenë dakord apo jo me këtë lloj nisme. Duhet jeni ndjeni që ju keni firmosur dhe për çfarë po flasim. Ndërkohë që edhe unë e firmos këtë peticion sepse çdo fëmijë meriton në fakt trajtim të shpejtë, dinjitoz dhe të garantuar pa ulën familjet vetëm përballë pamundësisë së tyre për të trajtuar fëmijën. Kur bëhet fjalë për jetën e një fëmije, koha nuk pret dhe shteti nuk duhet të mungoj sa herë që ata kanë nevojë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Thirrja ime për qytetarët është, ju lutem bashkohuni me këtë nismë ligjore. Keni disa grupe në terren, keni grupe në Shkodër, grupe në Rrëshen, grup kemi në Tiranë, disa grupe të shpërndara, edhe në zonën e Ysberishtit, aty jam unë vetë përgjegjëse për të takuar me njerëzit. Faleminderit. Ligjvënësit tanë, në momentin që ne do arrim numrin dhe ne synojmë brenda 2 javëve të ardhshme ta dorëzojmë këtë projekt ligj për rishikim, të kemi aprovimin e tyre dhe të kemi marrjen në konsiderat seriozisht të këtij projekt ligji për ta bërë sa më shpejt të zbatueshëm në vendin tonë.